Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni probleme me gjunjët dhe ju kërcasin kockat, kjo recetë do ju lër pa fjalë. Gjunjët janë një nga pjesët më të forta të trupit, por njëkohësisht edhe më problematike për shumë persona. Kur një gjuhë dhëmb apo akoma më keq të dy prej tyre, kjo ndikon menjëherë në mënyrën tuaj të jetesës së përditshme. Ju nuk mund të ecni lirisht, të uleni dhe të ngriheni dhe njësër problemesh të tjera. Por, a i keni menduar ndonjëherë përse ju dhëmbin gjunjët? Ka disa shkaqe dhe sëmundje të cilat e shkaktojnë këtë simptom tepër të pakëndshme, të cilat ne do t'ju shpjegojmë në vijim. Dëmtimi dhe fraktura. Nëse ju dhëmbin gjunjt apo njëri prej tyre pasi keni rënë apo keni pëstuar një dëmtim, me siguri keni thyer një nga kockat ose keni shkaktuar ndonjë frakturë. Nga ana tjetër, në qoftë se dhimbjet janë të vazhdueshme apo të padurueshme, duhet në çdo rast që ju të konsultoheni me një mjek specialist. Ndonjëherë frakturat mund të ndodhin edhe pa rënë apo pa pësuar traumë të forta, por edhe duke i përdorur gjunjët në të njëjtën lëvizje apo pozicion për një kohë shumë të gjatë. Ky sforcim ndodh kur i përdorni gjunjët tuaj më shumë nga sa ata mund të përballojnë dhe përpasoj ju filloni dhe të ndjeni dhimbje. Dëmtime ligamentesh. Në qoftë se ju kryeni aktivitete sportive si për shembull vrapi, futbolli apo basketbolli dhe dëgjoni që gjunjët tuaj papritur kërcasin dhe ju shkaktojnë dhimbje, atëherë ju mundet që të keni dëmtuar ndonjë tendin. Kjo ndodh kur ligamenti është dëmtuar pjesërisht apo tërhequr nga ndonjë lëvizje e sforcuar e gjunjëve. Dëmtimi i ligamentit të kofshës. Nuk duhet që të kujdeseni për muskujt dhe për kockat e gjurit, por edhe për ato të cilat janë përreth tij, të cilat ndihmojnë gjithashtu me lëvizjen. Në rast të dëmtimi, mund të irritohet apo fryhet duke shkaktuar dhimbje në pjesën e gjunjëve. Osteoartriti. Kjo është një sëmundje e njohur e cila prek kockat dhe shkakton njësër problemesh kronike. Nëse gjunjët ju dhëmbin, keni vështirësi të vazhdueshme t'i përthyeni dhe të ecni, atëherë me shumë gjasa ju vuani nga osteoartriti. Dhe sidomos nëse këto dhimbje fillojnë pas moshës 65 vjeçare, kur kjo sëmundje është akoma dhe më e përhapur. Artriti inflamator. Për te dhimbjes dhe fryrjes të gjunjëve, nëse ju vuani nga artriti antiinflamator, ju mund të ndjeni dhe shqetësime të tjera anësore. Mundet të ndjeni të sëmur, të keni temperaturë apo të ndjeni të dobët, njëjtë si kur jeni prekur nga gripi. Kur sistemi imunitar lufton një sëmundje autoimune në organizëm, ai gjithashtu lufton dhe dobëson gjunjët tuaj. Sëmundje të ndryshme prekin edhe organe apo pjesë të tjera të trupit dhe në rastin antiinflamator, ai prek dhe gjithashtu dëmton në gjunjët. Bursiti. Kjo sëmundje fryn gjunjët dhe shkakton dhimbje në to. Ju ndodh gjithashtu personave të cilët peshojnë për një kohë të gjatë dhe të vazhdueshme presion në gjunjët e tyre. Bursiti nga ana tjetër shkaktohet edhe nga fryrja e qeskave të vogla, të cilat janë të mbushura me lëngje brenda gjunjëve, fryhen dhe irritohen. Çarja e meniskut. Një dhimbje e menjëhershme, sidomos kur peshoni mbi gjunjët tuaj, mundet që të shkaktojë çarje të meniskut. Mundet që të ndodhë në të dy gjunjët ose vetëm në njërin, për shkaqe nga më të ndryshme, të cilat nisin që nga mosha dhe deri tek dëmtimet e përditshme. Dhimbja mund të jetë e madhe dhe e dukshme, pasi gjunjët tuaj munden që t'ju fryhen. Çfarë të bëni? Nëse dhimbja është e padurueshme dhe gjithashtu e dukshme, siguroni që ju të ndaloni çdo aktivitet i cili ju shkakton atë, dhe nëse dëmtimi është i lehtë, ajo duhet të kalojë gradualisht, por në qoftë se është kronike, është mirë që ju të konsultoheni me një mjek për të marrë edhe diagnozën e duhur.
Gjithashtu duhet të keni parasysh se gjymtyrët dhe kockat mundet të kërcasin dhe të kryejnë zhurma teksa lëvizim. Ato janë më të forta sidomos kur bëhet fjalë për gishtat, gjunjët, kyçet, qafën dhe gjithashtu pjesën e shpinës. Studimet thonë se 25 deri në 45% e njerëzve në botë kërcasin gishtat rregullisht. Kjo ndodh si pasojë e nervozizmit ose ndonjë tensioni të mundshëm. Meshkujt janë ata të cilët kërcasin më shumë gjymtyrët e tyre sesa femrat. Kërcitja e kockave, nga ana tjetër, mundet të ndodhë për arsye të ndryshme dhe shumë njerëz spekulojnë se bëhet fjalë gjithashtu për artritin. Lajmi i mirë është se kërcitja e kockave nuk përfaqëson asnjë formë të inflamacionit apo artritit dhe nuk shkakton dëme të tyre apo të gjymtyrëve. Zhurma kërcitëse gjithashtu vjen edhe nga lëvizja e tendinave ose muskujve në kocka, por edhe nga plasja e bulzave të nitrogjenit që formohen në hapësira të ndërlidhëse të gjymtyrëve. Shkencëtarët shpjegojnë se tendosja e muskujve dhe tendinave është gjithashtu një faktor kontribues për zhurmat kërcitëse të gjymtyrëve. Kjo nga ana tjetër shpjegon edhe për kërcitjen që njeriu mundet që të dëgjojë në gjymtyrë sapo zgjohet nga krevati apo lëviz nga karrigja. Ndonjëherë kërcitja e gjymtyrëve shoqërohet gjithashtu edhe me dhimbje, por njëkohësisht kjo kërcitje mundet që të ndodhë edhe pas dëmtimit të kërceve në mes të indeve dhe kockave të cilat fërkohen me njëra tjetrën. Ekspertët rekomandojnë një vizitë tek mjeku në rast se zhurmat e kockave shoqërohen me dhimbje, vështirësi në lëvizje apo ëndje të ndryshme. A shkakton artrit kërcitja e gishtave? Gishtat janë ato që njeriu kërcet më shumë me vetëdije pavarësisht paralajmërimeve të nënave dhe të gjysheve, sepse kjo kërcitje do të shkaktojë dridhje të forta duarsh në pleqëri. Studimet kanë konfirmuar se shanset e të prekurit nga artriti nuk ndikohet as pak nga kërcitja e gishtave, ndonse kërcitja e gjymtyrëve nuk shkakton apo nuk vjen nga artriti, sërish ajo përfaqëson një lloj rreziku për shëndetin. Në rastin e duarve, studimet kanë treguar se kërcitja kronike mundet që të shkaktojë inflamacion dhe dobësim të kockave dhe shtrëngimit të duarve. Gjithashtu, një nga problemet më të zakonshme shëndetësore sot padyshim është dhimbja e kyçeve, gjendje të ndryshme që munden të shkaktojnë lëndime në kocka, ligamente dhe kërc rreth kyçeve. Në qoftë se ju keni dhimbje kyçesh, ju do të vini re simptoma të ndryshme si ëndja, nxehtësi, dobësi, skuqe, paqëndrueshmëri, butësi dhe gjithashtu humbje të diapazonit të lëvizjes së kyçit. Dhimbja e kyçeve mund të bëhet njëkohësisht jashtëzakonisht e dhimbshme. Për fat të mirë, këtu ne do t'ju prezantojmë diçka tërësisht natyrale, jashtëzakonisht të thjeshtë dhe të gjithë përbërësit ju mundet që t'i keni në shtëpi. Limoni është një frut i pasur në minerale dhe vitamina, siç është vitamina A, vitamina B6, C, B1, fosfor, kalcium, kalium, pektin, magnez e të tjerë. Gjithashtu, shumë njerëz përdorin vetëm mishin e limonit, por nuk e dinë se edhe lëkura e limonit ka shumë përfitime shëndetësore. Zhveshim limonin pasi ai përmban disa prona shumë të fuqishme, antiseptike dhe antiinflamatore. Është gjithashtu i shkëlqyer edhe për lehtësimin e dhimbjeve nervore si edhe për përmirësimin e shëndetit të enëve tuaja të gjakut dhe njëkohësisht është mjaft efektiv për të lehtësuar dhimbjet e kyçeve. Këtu ne do t'ju paraqesim disa mënyra se si lëkura e limonit do t'ju ndihmojë ju kundër dhimbjeve të kyçeve. Fillimisht, e gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të grini lëkurën e limonit, por kujdes, do të fërkoni vetëm pjesën e verdhë. Vendoseni lëkurën e limonit në zonat ku ju ndjeni dhimbje në kyçe dhe vendosni një fash mbi to.
Lëreni kështu për disa orë dhe ju do të habiteni nga rezultati që ju do të keni. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.